Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Do të flasim për një moment, një bisedë që në fakt ka ngritur kurreshtje jashtëzakonisht të madhe tek publiku jashtë. DJ Gimbo ka ndarë një moment brënda shtëpis duke biseduar me banorët, konkretisht duke biseduar me Gretën, që pritet moment në moment që Gjesti të rifutet në shtëpinë e Big Brother. Tani ai thot që në dhomën e rrëfimit ka ndodhur diçka, në dhomën e rrëfimit sikur është biseduar diçka, nuk ka në fakt asnjë lloj sinjali që Gjesti mund të rifutet brënda në shtëpi, por sipas DJ Gimbos këtë gjë e pret. Tani DJ Gimbos Luizi i dha një lloj mesazhi. Ja tregoi që je një banor jashtëzakonisht i fuqishëm, je një banor i Zotit, po të dish të luash lojën ti e bën namin, përfshiu më së shumti në lojë se sa në dashuri. Gimbo është përfshirë më së shumti në ndjesi dhe në dashuri. Selinën e pash mbrëm pak më ndryshe në fakt në raportin me Gimbon, sepse u kënaq jashtëzakonisht shumë kur u kthye Miri në shtëpi, por u mërzit tepër kur Miri u largua. Dhe aty do me thënë mua më çon që të dyshoj në marrëdhënien e Gimbos dhe në marrëdhënien e Selinës që ka ndërtuar brënda asaj ndjesie me Mirin. Tani unë mendoj që Selina thellë në shpirt e ndjen Mirin dhe në këtë rast i pëlqen edhe afrimiteti me Gimbon, por është në atë më dyshjen se çfarë të bëj, si të veproj dhe ku të shkoj. Në anën tjetër, Gimbo pret që produksioni pas hyrjes që bëri Luizi brënda në shtëpi të bëj rihyrjen, edhe një herë edhe të Gjestit. Nuk ma merr mendja që Gjesti do të jetë pjesë e shtëpisë, ndoshta mund të jetë vitin e ardhshëm, por jo në këtë sezon, sepse në këtë sezon në qoftë se Gjesti do të futet brenda në shtëpi, humbet komplet kuptimin si gjë. Do të thënë ai thjesht bëhet gati për lojën e madhe dhe Gimbo mund të del shumë i suportuar. Nuk ma merr mendja që Gimbo do ta ketë këtë favor prej produksionit. Edhe Gjesti në fakt nuk e ka lënë të kuptueshme në asnjë mënyrë që mund të bëhet pjesë e spektaklit të Big Brother. Gimbo në përgjithësi është duke pritur realisht këtë moment. Dua të marr mendimin tuaj.